Të dashur miq, faleminderit shumë që po vazhdoni me qëndru me emisionin Familja Jon. Ne thashë do të vazhdojmë të flasim po për të njëjtën temë, për melanomën, për kancerin e lëkurës, i sqaruam me llojet e tyre, i sqaruam disa prej simptomave që mund t'i dallojmë te vetja jon, ndryshimet që mund t'i përcjellim, e detajet të ndryshme. Por është një gjë shumë e mirë që ka ndodhur jo vetëm në Prishtinë, por edhe në komuna të tjera. Shoqata ndërkombëtare e Euromelanomës për vitin e 4 me radhë, këtë vit në bashkëpunim me shoqatën e dermatologëve, kanë organizuar një event ku kanë pasur mundësi qytetarë të shumë të Kosovës të diagnostikohen ose të paktën të shikojnë gjendjen e lëkurës së tyre gratis nga profesionistë dermatologjisë. Përfaqësuesja e Kosovës në shoqatën ndërkombëtare të Euromelanomës, doktoresha Sidita Vitoja Sopjani, një kontribuese shumë e madhe e këtij eventi që thash që ka ndodhur jo vetëm në Prishtinë, por edhe në komuna të tjera, sot është e ftuar në emisionin tim ku do të flasim për gjitha ditët që punuan gjatë majit dhe çdo gjë që po pritet të ndodhë për menaxhimin e kësaj sëmundje dhe ngritjen e vetëdijsimit të qytetarëve. Mirë se erdhe doktoresha Sidita. Mirë si u gjej. Shumë kënaqësi me të pas studiot e ne. Faleminderit që bëheni jehon e zërit tonë në këtë kauzë të rëndësishme. Faleminderit juve që jeni aty për ata të cilët shpesh janë të pakujdesshëm ndaj vetes së tyre nga neglizhenca ose mosdia, sepse jo të gjithë prej neve jemi mjek dhe jo të gjithë e njohim një ndryshim tonin dhe kem nevojë shpesh një zë të fuqishëm siç keni bërë ju, na thras dhe të na thoj prit se lëkura jote po flet më shumë se ti. Dhe unë besoj gjatë këtyre ditëve keni pas, po e them thojza lëkura që me zë kanë bërtit për ndryshimet e tyre. Patjetër. Në fakt kanceri i lëkurës është ndër llojet e sëmundjeve që më së shumti neglizhohen sepse nuk shkakton dhimbje deri kur arrin fazat e fundit me metastaza. Është diçka që e shohim, por nuk na bezdis, nuk e quajmë si të rëndësishme meqense është në lëkurë, nuk e konsiderojmë si kancer në të vërtetë. Kështu që vetëdijsimi ka qenë shumë i rëndësishëm, edhe për shkak të disa zakoneve që duhet të ndrohen, se ne si popull jemi shumë dashamirës në erëzeve ultraviolet, i duam shumë, e në fakt ato jo gjithmonë janë mik me ne, nganjëherë bëhen edhe armiku ynë. Por që nëse dim t'i mirëpresim ato rreze, edhe mund t'i shëndrojmë në mjek, sepse dim rëndësinë e vitaminës D, por nuk mirët dhënë shumë. Këto e tham edhe unë në emisionet të shumta. Gjatë këtyre ditëve doktoresh, unë e thash që keni qenë heronjë të cilët ju kemi pa kudo. Në Prishtinë, në Mitrovicë, në vende tjera, ku pacientë të shumë, qytetarë të shumë kanë pas mundësi, edhe do të kenë mundësi, edhe gjatë javës së fundit të majit, që të bëjnë një diagnostikim ose një rishikim të gjendjes së tyre. Sigurisht, kjo fushat, siç e thatë edhe ju më herët, është fushata e 4 që ne kemi realizuar në Kosovë në kuadër të shoqatës ndërkombëtare të Euromelanomës, ku Kosova ka vetëm këto 4 vitet e fundit që është antarësuar. Fushata është ideuar në 2 fronte, po themi, kështu që janë edhe rekomandimet nga Euromelanoma International, e para e dedikuar për popullatën dhe e dyta për target grupet e profesionistëve apo personave më afër problematikës. Kontrollet për falas edhe informacionet, konsultat, kontrollet me dermatoskopi, duhet të theksoj dermatoskopi në shumë e rëndësishme, kanë filluar të ofrohen për sheshet e qytetit, në spitalet regionale. I pari event ka qenë në Prishtinë në 12 maj, më pas jemi shpërndar në Prizren, në Pej, në Ferizaj, në Gjilan, në Mitrovicë, po ashtu në Gjakov. Këtë vit kemi qenë në formë sateliti gjithandej. Qëllimi ky ka qenë që ta shpërndajmë sa më shumë fjalën dhe njerëzit të vetëdijsohen për mënyrët e mbrojtjes, për parandalimin. Shumë lehtë është parandalojmë se sa më vonë të trajtojmë. Po, a ka pas persona të cilët i kanë kushtuar rëndësi kësaj thirrje tuaj, a kanë ardhur? Ka pasur një interes shumë të madh, por më tepër që edhe konsultat ishin falas. Kemi dhuruar plot produkte për mbrojtje nga dielli, duke i edukuar si duhet të ruhen dhe të mbrohen. Në ndërkohë që kjo po bëhet në kuadër të parandalimit ose të diagnostikimit të hershëm. Sepse ka shumë rëndësi diagnostikimi i hershëm. Patjetër. Sa më herët që arrim ta njohim një kancer të lëkurës, aq më të mira janë gjasat për trajtim dhe për një jetë pa probleme më tutje. Po, me që doktoresh tash sa vite kontribuoni dhe jeni pjesë edhe e klinikës së dermatologjisë në Kosovë, a ka raste të shumta që vinë në stat hershëm ose që janë të kujdesshëm në diagnostikim të hershëm?
Duke u bazuar, do flas për impaktin që kanë pas fushata, duhet ju them numrat në lidhje me impaktin që ka pas fushata. Në fakt, kjo është fushata e 4, nuk mundem ende ta mas impaktin e saj për 3 fushatat e para. Nëse në vitin 2021, në krejt vitin, ka pasur diku 462 saktësisht kontrole me dermatoskopi në qendrën klinike universitare, që është mjaft përfaqësuese për krejt regionet. Në fund të vitit 2024, vetëm për vitin 2024, kemi pasur diku 1560, të më thonë më shumë se 3 fishuar numri kontroleve me dermatoskopi dhe që tregon impaktin e fuqishëm që ka patur fushata për vetëdijsimin e popullatës për kontrolet e hershme të lezioneve të dyshimta apo që mund të jenë të reja, të rrezikshme. Kjo është ajo që ne dëshirojmë, jo patjetër do të jetë kancer, better safe than sorry. Gjithmonë më herët më mirë. Më mirë. Por të kjo pjesë e vetëdijsimit dhe të ky impakt i trefishuar marrin pjesë më shumë femrat apo e meshkujt? Në të vërtet, femrat ato janë ato që i ngrehen edhe meshkujt për të ardhur. Gjithë familjen, edhe fëmijët, po ashtu kemi një numër të rritur të fëmijëve që vinë për kontrole, për nishane, ne e dim që të fëmijët është e pritshme të ketë nishane të reja, megjithatë vinë të interesuar për kontrole. Kështu që femrat janë ato që i tërheqin edhe këtë familje. Domethënë ne të drejtohemi femrave që të marrin të gjithë. Statistikat tregojnë që femrat edhe janë ato që preken më së shumti, më shpeshti nga kanceri i lëkurës, ama rastet më agresive janë të meshkujt, kur paraqiten të meshkujt. A dihen arsyet pse femrat preken më shumë apo ende është pikpyetja është tek gjenetika. Sepse gjithmonë ka shumë smundje që atakohen femrat më shumë se burrat. Përveç gjenetikës, thash mos ka edhe shkaktar tjerë, ndoshta abuzime që bëjmë ne me lëkurën. Një arsye tjetër, në fakt, melanoma është kancer më të shpeshti që ndodhet tek femrat e moshës 25-30 vjeçare, kjo edhe për shkak të ekspozimit në solarium, është një trend i ri. Prandaj kjo ishte sidomos përpara mbrëmjes maturës, vajzat preferojnë të ekspozohen në solarium, ndërkohë që e dim që nëse ekspozimi i parë në solarium ka filluar para moshës 35 vjeçare, shtohet me 59%, pra gati 60% më shumë mundësia për kancer të lëkurës në jetën adulte. Po, kjo, sepse e kam bërë si pyetje shumë herë, po kjo pjesa e solariumit ndikon direkt pas seancës së parë, apo nëse djegët lëkura, apo cilat janë dëmet konkrete që solariumi na jep? Jo më vonë se sa javën e kaluar kemi pas një paciente të hospitalizuar për djegje nga solariumi. Për djegjes nga solariumi? Dhe ishte vetëm 16 vjeçare, e mitur do më thënë për ma tepër, që merr një trajtim të tillë. Mjafton një herë djegje shkallës së dytë, ajo djegja me fluska, me ujë në lëkurë, që të dyfishohet rreziku jon. Pra, nëse digjesh në shkallën e dytë para moshës 18 vjeçare, dyfishohet rreziku jon për kancer të lëkurës më vonë gjatë jetës. Kështu që nuk ka solarium të sigurt, nuk ekziston një term i tillë. Ka shtete që me ligj ndalojnë solariumin. Kështu që kjo sigurisht që ekspozimi në solarium është sikur të kemi një ekspozim intensiv në rrezet ultraviolet në diell dhe kjo ndikon në gjenetikën e qelizave të lëkurës tonë që më vonë mblidhen, akumulohen gjitha dhe përkthehen në kancer të lëkurës. Po, unë po besoj gjatë fushatës se keni potencu dhe ritheksu këta, sepse fatkeqësisht është një numër në rritje i përdoruesve të këtyre tretmaneve. Këtë vit fokusi, se çdo vit fokusi i fushatës ndryshon. Këtë vit fokusin e kemi të fëmijët dhe të rinjt, të parandalimi primar. Nuk është se të fëmijët ne presim të ketë kancer të lëkurës, është shumë i rrallë në të vërtetë, po çka duam të mësojmë këtë vit është që fëmijëve të mësojmë zakone të mira, si të mbrohen nga dielli. Nëse herët i mësojnë këto zakone, do t'i aplikojnë gjatë gjithë jetës dhe nuk do kemi kaq shumë raste me kancer. Pritet që në 25 vitet e ardhshme të kemi 40% rritje të rasteve me kancer të lëkurës, vetëm për shkak të mos aplikimit të këtyre zakoneve të mira që në fëmijëri apo në mosha të reja. Një pjesë e fushatës ka qenë e dedikuar pikërisht për ligjërata të edukimit shëndetësor në shkolla. Kemi shku në shkollat ndryshme, në Prishtinë, në Pej, në Prizren, në qytete të ndryshme, duke edukuar fëmijët në format sa më të thjeshta, argëtuese me to, si të mbrohen nga dielli, po ashtu edhe me adoleshentët. Ti drejtohemi edhe fëmijëve që po na ndjekin, se emisioni Familja Jonë është një emision familjar dhe këtë gjeneratat na shikojnë, pikërisht këto, mësimet, ligjëratat që i keni bë në kontakt fizik, ti bëjmë edhe përmes emisionit. Cilat janë ato zakone që fëmijët miqtanë që po na ndjekin duhet t'i dinë dhe t'i njohin?
E kemi mësu fillimisht që diellin e duam, po e duam me mas. Po. Ka një orar kur nuk duhet ekspozohen gjatë periudhës verës kryesisht, që është ora 10 deri në 4, shumë e rëndësishme. Nëse janë jashtë duhet kenë veshje mbrojtëse, kremi i diellit, një SPF 30 deri në 50 do ishte ideal për regionin gjeografik ku gjendemi, dhe i kemi mësuar që duhet ta aplikojnë çdo 2 orë sepse nuk zgjat më shumë efekti i tij, dhe është e rëndësishme që ato ta marrin me vete një krem në xhepin e çantës nëse janë gjithë ditën në shkollë, dhe nëse dalin jashtë në orarin e drekës, sidomos gjatë periudhës maj qershor që janë me rrezë ultraviolet më shumë, duhet ta riaplikojnë kremin e diellit, dhe i kemi mësuar që nuk ka diell vetëm në verë, po ka gjatë gjithë vitit, 365 ditë. Çuditëshin kur i themi që edhe dimrit mund të digjeni nga dielli, për shembull kur shkoni për skiim. Tjetër, syze duhet i përdorin me filtrat përshtatshëm për mbrojtje nga rrezet ultraviolet, kapelet, po kapele jo vetëm trendi, po që ta kenë hijen e gjerë, të mbulojnë fytyrën edhe qafën njëkohësisht. Hijen ta zgjedhin kur luajnë, mos luajnë patjetër në diell nëse s'kan masa të tjera mbrojtëse. Hidratimin, uji është shumë i rëndësishëm. Këto janë gjërat e thjeshta, po në formë loje, quizi ne i kemi shpjeguar se si mund t'i riaplikojnë. Përveç fëmijëve thatë që edhe tek të rinj, po. Tek gjimnazit për shembull kemi shkuar, tek solariumet ka qenë rrezitja e qëllimshme. Pikërisht kemi shpjeguar si ndikon lëkurën e njerëzve dhe si mund na ndikojë më vonë gjatë jetës. Dhe shumë e rëndësishme të theksohet që nuk ekzistojnë, nuk janë të vërteta reklama që ky është solarium i sigurt. Nuk ka solarium i sigurt. Te këta adoleshentët dhe kur jemi te këto tretmanet abuzive, ta themi, mosha 16, sidomos matura, janë edhe thonjët që bëhen shumë. Është një tjetër rrezik i rrezatimit direkt i asaj pjese shumë ndihshme të gishtrinjve. Sigurisht, nëse aplikimet tilla, tretmanet tilla bëhen në formë të vazhdueshme, ka studime që tregojnë që nëse në formë kronike, po e them kështu, pra çdo muaj për shembull, nëse do aplikohej gjatë jetës, ka studime që tregojnë që edhe ajo mund të shkaktojë melanoma akrale, pra të thonjve apo të gishtrinjve. Sepse është një prej pjesëve ku predispozitat e shfaqjes janë edhe tek këmbët edhe tek gishtrinjat e dorës. Duhet të shtoj diçka ndoshta në vend që të shkojmë t'i bëjmë tretman ashtu me atë aparaturën që ka rrezë ultraviolet, ekzistojnë llak që kanë brenda SPF. Dhe kështu janë me SPF, kështu që edhe bukur edhe të mbrojtur. Edhe të mbrojtur. Ja që sipas kam ditë që ka edhe llak me SPF. Do me thonë, këta e mora një informacion shumë i rëndësishëm për krejt vajzat që më ndjekin. Ka edhe produkte për flokë që janë me SPF, përveç kremit. Sa rënojmë, mësojmë, themi në Kosovë, doktoresh, dhe di si thoni jo Shkodra. Më vlen përshtypje, e gjitha kjo, me siguri është një ideune sakt për target grupin që keni pas, dhe është një shpjegim i shkurt, i qartë, shumë i mirë, dhe unë po besoj keni shpërndar këto edhe tek qytetarët juju edhe ata të cilët i keni taku. Në të vërtet, duhet theksoj që ne në fushat flasim me të njëjtën gjuhë, në kuptimin e të njëjtave metoda të përcjelljes së mesazhit, sikurse krejt shtetet anëtare të Euromelanomës. Vetëm se e njëjta fletush përkthehet në gjuhë të ndryshme, kudo që shpërndahet në shtetet ndryshme. Kështu që shkojmë me të njëjtin slogan, me të njëjtën ideologji të fushatës së këtij viti. Po du më ndalë, doktorisht, një pjesë që mu më lanë shumë përshtypje, dhe unë besoj shikues janë kurreshtarë, se parandalimi i kancerit edhe tipet e lëkurës. Gjithmonë nuk e di nëse është meta apo e vërtet. Herë thuhet që bjondet janë ata që janë më të predispozuar, lëkurkuqët janë më shumë të prekur. Hajtë ta ndajmë pak këta, me që edhe këtu i pas këndahet shumë mirë. Ne këtë i kemi shpjeguar dhe fëmijëve kur shkonin nëpër shkolla dhe afroheshin e vendosnin dorën te ky diagrami për gjetë cila është tipi i lëkurës. Ashtu nuk po e di cila jam unë. Zakonisht në shtetin ton 2-3-shi. Po, 2-3-shi do na me qenë. Janë më në mas. Sa më e vogël numri fototipit, se i kemi nga 1 deri te 6, sa më afër 1-shit, aq më predispozuar për të prekur dhe për të djegur nga dielli. Dielli i do më shumë këto lëkura, janë më pak të mbrojtura, kanë më pak melanin, por nuk do të thotë që edhe afrikanët nuk kanë melanoma. Ne e dim që nga 10 raste me kancer të lëkurës, 9 prej tyre shkaktohen nga rrezet ultraviolet. Po një mund të jetë për shkaqe gjenetike në zona që nuk janë fare të ekspozume, nuk janë të fotoekspozuara, kështu që ka edhe arsye të tjera, por arsyeja kryesore janë rrezet ultraviolet.
por edhe ka, thash, shkaktarë të tjerë. Abuzimi me rrezet ultraviolet, se nuk jemi kundër. Jo, absolutisht, që mos na keq kuptojnë edhe qytetarët. E tha edhe vetë që marrja e rrezeve të diellit është e mirë, derisa kujdesemi, marrje me SPF-in apo mbrojtësin, faktorin mbrojtës çdo 2 orë, pastaj kujdesemi që rrezet e mëngjesit dhe të mbrëmjes t'i marrim pak më shumë se sa ato të mesditës, detajet të cilat ua keni shpjegu fëmijëve në shkolla, unë shpresoj shumë që përmes emisionit i transmetojmë edhe tek qytetarët. Është data 25 maj kur emisioni transmetohet, mbesin edhe pak ditë deri në fund të majit, fushata do të vazhdojë, e keni menduar? Nërkohë që flitnim për target grupet, sigurisht vazhdojnë fushatat për vende të ndryshme, e fundit është e Gjilanit, ndërkohë që ligjëratat vazhdojnë, së fundi kemi majtu një ligjërat me katedrën e dermatovenerologjisë, për target grupin janë studentët e mjekësisë që nesër ato do përcjellin zërin ton, ka qenë shumë interesante, ndërkohë që planifikohet edhe një ligjërat me mjekësinë familjare. Mjekët familjar janë hallka e parë e zinxhirit, ato që të parët e shohin pacientin para se të vinë te dermatologu, kështu që shumë e rëndësishme sa më shpejt ato njohin një lezion të rrezikshëm, ndoshta thjesht edhe duke auskultuar pacientin, aq më shpejt mund vinë në dermatologji, kështu që janë shumë të rëndësishëm për ne edhe ata, si pjesë e edukimit shëndetësor. Kështu që planifikohet një ligjërat e fundit me datë 28. Dhe normalisht që kjo nuk bëhet një punë vetëm gjatë majit, edhe unë përmes emisionit, po dhe ju si mjek gjatë gjithë vitit punoni. Po më interesant për këto pak javë, 3 javë të majit. A ka pas, me siguri ka pas, pa ka pas shumë raste ku është diagnostiku një kancer i lëkurës gjatë një kontrole rutin që është bën rrugë në shesh? Po flasë për këto kontrole që kemi bën në shesh, më shumë kemi pasur prekanceroza, dhe kjo është një gjë e mirë, sepse po thotë që ne prapi kemi kapur në kohë dhe i kemi ftuar në klinika për të bërë trajtimet adekuate, kryesisht krioterapit. Kancer kemi pas të llojit jo melanocitik, disa raste me bazalioma dhe spinalioma, që duhet të theksoj që nuk është vetëm melanoma, kanceri i lëkurës, në fakt të 2 llojet e tjera janë edhe më të shpeshtat, por nuk janë fatale, megjithatë neglizhohen më së shumti. Kështu që melanoma nuk kemi pasur deri tani, por nuk do të thotë që me sensibilizimin nuk do vinë më vonë në klinik për kontroll. A keni dalluar ndryshimin e ardhjes së pacientëve këtë ditë? Sigurisht, ka një fluks të shtuar çdo ditë. Dhe kjo është lajm i mirë, ta themi se shpesh e themi që është një fat në fatkeqësi, po ja kemi arritur qëllimin, do të thotë kjo. Sinqerisht, ajo është qëllimi. Të gjithë ju miq që po na shikoni, edhe doktoresha Sidita, po edhe kolegët e doktoreshës Sidita, të cilët punojnë në QKUK, në klinikën e dermatologjisë, bëjnë një punë 24 orë në 7 ditë, metodat e diagnostikimit janë të gjitha të avancuara, metodat e trajtimit po ashtu, stafi është gjithi profesional, çdo gjë bëhet korrekt në kuadër se si bëhet edhe në shtete tjera. Shumë shpejt në shtetin tonë. Po shumë shpejt. Shumë shpejt qasja të dermatologu, shumë shpejt se sa në vendet tjera. Dhe jo vetëm të dermatologu, unë e di, unë kam familjen që jeton në shtete tjera dhe çdo arritje të mjeku në Kosovë është shumë e lehtë se sa qoftë në institucione shtetërore publike, qoftë në institucionet private, gjithmonë jemi. Më tepër kur bëhet fjalë për dermatoskopi, një ekzaminim ekstra që në vendet tjera duhet presësh edhe më gjatë. Po, sakt. Kështu që këtu brenda ditës mund t'i kryesh gjitha këto ekzaminime të cilat t'japin përgjigje të shpejtë. Nëse është e nevojshme. Nëse nuk bëjmë biopsi, dermatoskopi t'jep një përgjigje aty për aty. Për ata që nuk e ndin, doktoresh, dermatoskopi është një syri magjik i dhëmshëm, domethënë. Patjetër, është një lloj zmadhuesi, por dallon nga lupa e thjeshtë, sepse na lejon të shohim disa struktura shumë të rëndësishme që nuk i shohim dot me sy të lirë dhe na lejon të vendosim nëse është benigna apo është malignë ky lezion, por t'i dhënë një rrugë, nëse duhet hiqet si lezion, apo kemi luksin ta ndjekim, ta monitorojmë, apo është thjesht benignë dhe s'ka nevojë për monitorim. Dhe normalisht biopsia mirret pastaj nëse veç dyshohet për më... Nëse dyshojmë, nëse është lezioni dyshimt, apo jemi të sigurt që është kancer, nuk shkojmë me biopsi nëse jemi të sigurt që ajo është një kancer, duhet eksizohet plotësisht lezioni. Zakonisht biopsit i preferojmë për sëmundje të tjera të lëkurës. Okej, domethënë jo për kancerin e lëkurës, sepse kur bëhet fjalë për kancer, themi eksizion i total, i krejt lezionit, sepse ideja është që aty s'duhet meten më qeliza në mënyrë që të mos përsëritet në njëjtin vend. Dhe nëse është herët, eksizioni është edhe zgjidhja definitive, s'ka nevojë për terapi tjera mbrapa. Po, e qartë. Sigurisht patologjia është shumë e rëndësishme.
Asnjëherë çdo gjë që hiqet nga trupi ynë duhet çohet në patologji. Kam raste që vinë që kanë thënë që s'ka nevojë të çohen patologji dhe ne nuk e dimë nëse është recidiv apo është një lezion i ri që është shfaqur në atë zonë. Sepse s'kemi raport patologjie. Kjo është një fakt tjetër shumë i dhëmshëm, e diskutuam edhe më herët me doktoreshën Shkëndije që marrin online produkte, largimin e lythave, nishaneve, shenjave. Në fakt mund të jetë melanom, ajo që po trajton për lyth. Dhe vjen pastaj me metastaza. Dhe besoj keni plot raste të tilla. Ka raste të tilla, fatkeqësisht ka. Dhimbshme për me ardhur në 2025 në një moment kur ti prej një kanceri të lëkurës që lehtë trajtohet dhe diagnostikohet me vdek ose me pas një jetë jo të lehtë, sepse ka kaq shumë metoda diagnostikuese, jo të dhimbshme, të lira, gratis, po bëhen sidomos kur është kaq e lehtë kjo qasje te dermatologu, pse duhet shkosh me një terapi online? Sakt. Diskutuam edhe është shqetësim shumë. Doktoresha Sidita, keni menduar pas majit, pas fushatës, cilat janë planet e shoqatës edhe komplet bashkëpunimit që keni bashkë me shoqatën? Dermatologëve, por edhe të euromelanomës. Euromelanoma pikun e fushatës e ka në maj, gjatë gjithë majit këtë e dim, ama nuk pushojmë, nuk reshim së foluri. Gjatë gjithë vitit ne online e vazhdojmë vedisimin dhe shpesherë dhe gjatë vitit realizojmë ligjërata, me student, me mjekë familjarë. Studentët i kemi pjesë të jetës tonë përditshme. Kështu që nuk ndalim së foluri edhe së rriturit të ndërgjegjësimi se sa e rëndësishme është që herët të diagnostifikohet kjo sëmundje dhe të parandalohet sigurisht. Absolutisht, unë pajtojmë. Normalisht familja jonë është një derë ku flasim edhe mundohemi që këtë misionin e juaj të shejt ta çojmë në çdo shtëpi përmes kamerave tona, kështu që je më së mirë se ardhur që të kontribojmë bashkë me juve, me kolegët e juaj, edhe me çdo planifikim që bëni, sepse e thatë që nuk pushojmë asnjëherë, pse jo mos me i shpalos edhe me i çu në vend të duhur përmes emisionit Familja Jonë. Faleminderit që na jepni zë, kjo është pjesa më e mirë ndoshta e gazetarisë, e medias, që i jepni zë kauzave me të vërtetë rëndësishme. Dhe sidomos kur kemi bashkëpunim me profesionistë, për neve është shumë më e lehtë kjo. Doktoresha Sidita, unë të falenderoj shumë për informacionet, për kohën, por më shumë të falenderoj për punën dhe kontributin që po bëni për vitin e 4 me radhë me qytetarët e Kosovës. Faleminderit edhe juve që na jepni hapësirë. Dhe tashme je një kosovare. Po, patjetër. U bën vite që jeton në Kosovë, doktoresh, kështu që të kemi bërë tonën. Prandaj e bëj me kaq pasion punën. E shoh. Faleminderit. Përndryshe doktoreshën Sidita e kemi nga Shkodra, sa i dallohet edhe nga Theksi që ende nuk e ka shëndru komplet në Kosovar. Gegnisht janë bashkan. Po, gegnisht janë bashkan. Megjithëse ju e keni më të lezetshme. Keni disa fjalë që ne nuk i themi dot. Faleminderit shumë edhe një herë doktoresha Sidita. Dashur kemi qenë kështu bashkë me doktoreshën Sidita Vitoja Sopjani, përfaqësuese e Kosovës në shoqatën ndërkombëtare të euromelanomës. Një punë e madhe është bërë dhe po vazhdon të bëhet. Ju lus kredve jo vetëm nga Prishtina, po kushdo që po na ndjekni, nga çdo komunë, qytet, fshat që jeni. Nëse shihni organizime në sheshet e vendeve t'juaja, bashkangjituni komplet familja, bëni një diagnostikim, një vlerësim të lëkurës suaj, është e gjitha gratis me një kujdes të veçantë nga profesionist. Nëse jo, mund të shkoni në klinikën e dermatologjisë në ÇKUK në Prishtinë ose në qytetet tuaja ku i keni dermatologët në për shtëpitë e shëndetit apo edhe spitalet e komunave tuaja, të bëni një vlerësim dhe një diagnostikim. E tham disa herë gjatë emisionit të sotëm që diagnostikimi i hershëm shpëton jetë, lehtëson shërimin, lehtëson trajtimin dhe ul shpenzimet, sepse është shumë e rëndësishme gjatë trajtimit të sëmundjeve të kancereve të ndryshme, shpenzimet gjithmonë janë të larta. Diagnostikimi i hershëm edhe shpenzimet janë më të ulta. Më rëndësishme është që shëndeti juaj është më i mirë.